Kontributi i mërgatës shqiptare dhe përjetësimi i heronjve dhe dëshmorëve 1981-1989. Abstrakt. Periuda 81-89 përbën një ndër fazat më të rëndësishme të historisë moderne të shqiptarëve në Kosovë. Demonstratat e vitit 81 shënuan fillimin e një periudhe të re të rezistencës politike dhe kombëtare kundër regjimit jugosllav, i cili kufizonte të drejtat politike dhe kulturore të shqiptarëve. Në këtë proces, përveç rezistencës së brendshme në Kosovë, një rol të rëndësishëm luajti edhe mërgata shqiptare. Përmes organizimit politik, mbështetjes financiare dhe veprimtarisë propaganduese në vendet perëndimore. Ajo kontriboi në ndërkombëtarizimin e çështjes shqiptare dhe në mbështetjen e popullit të Kosovës. Po ashtu përjetësimi i herojve dhe dëshmorëve që sakrifikuan jetën për liri dhe të drejtat kombëtare u bë një element i rëndësishëm për ruajtjen e identitetit kombëtar dhe për forcimin e frymës së rezistencës brenda në Kosovë. Ky punim në mënyrë të përgjithësuar trajton kontributin e mërgatës shqiptare gjatë vitit 1981-1989 dhe rëndësinë e ruajtjes së kujtimit të heronjve dhe dëshmorëve në historinë dhe kulturën kombëtare shqiptare. Historia e shqiptarëve në Kosovë gjatë gjysmës së dytë të shekullit 20 është e lidhur ngushtë me përpjekjet për liri dhe barazi dhe vetëvendosje. Megjithse shqiptarët përbënin shumicën e popullsisë në Kosovë, ata shpesh përballeshin me diskriminimin politik, ekonomik dhe kulturor nga autoritetet e ish-Jugosllavisë. Kjo situatë çoi në rritjen e pakënaqësisë dhe çoi në zhvillimin e lëvizjeve të drejta më të mëdha politike. Një moment kyç në këtë proces ishin demonstrata studentore të vitit 1981 në Kosovë. Fillimisht ato u nisën si protesta për kushte më të mira jetese dhe studimi, por shumë shpejt u shndruan në kërkesa politike për më shumë të drejta dhe për avancimin e statusit të Kosovës brenda Federatës Jugoslave. Pas këtyre demonstratave, autoritetet jugoslave reaguan me represion të ashpër ndaj popullsisë shqiptare. Shumë aktivist politik, student dhe intelektual u arrestuan dhe u burgosën ose u përndoshën për shkak të bindjeve të tyre politike. Në këtë situatë të vështirë, një rol të pakontestueshëm në mbështetjen e rezistencës shqiptare luajti mërgata shqiptare, e cila vepronte kryesisht në vendet e Evropës perëndimore. Mërgata shqiptare ka luajtur rol të rëndësishëm historik në mbështetjen e çështjes kombëtare. Viti 81-89 u bë rol kyç më i dukshëm për shkak të situatës politike në Kosovë dhe represionit të autoriteteve jugoslave ndaj shqiptarëve. Shumë shqiptarë që jetonin në vendet e ndryshme të Evropës perëndimore, si Zvicra, Gjermania, Austria, Italia, vendet skandinave, e deri në Amerikë dhe në Australinë e largët, u organizuan në shoqata, në organizata politike. Këto organizata politike kishin qëllim informimin e opinionit ndërkombëtar për gjendjen e shqiptarëve në Kosovë dhe mbështetjen e lëvizjeve për të drejtat kombëtare. Një ndër format kryesore të veprimtarisë së mërgatës ishte organizimi protestave dhe demonstratave në qytete të ndryshme të Evropës. Përmes këtyre aktiviteteve mërgata përpiqej të rriçte vëmendjen e mediave dhe institucioneve ndërkombëtare ndaj shkeljes të drejtave të njerëzit në Kosovë. Përveç aktivitetit politik, mërgata shqiptare kontribuoi edhe në aspektin financiar. Shumë argjimtar ndihmonin familjet të burgosura politik dhe të atyre që përndiqeshin nga regjimi jugoslav. Kjo mbështetje ishte shumë e rëndësishme për familjet që shpesh mbeteshin pa burime ekonomike për shkak të përsekutimit politik. Një aspekt tjetër i rëndësishëm kontributi i mërgatës ishte edhe aktiviteti informues dhe kulturor. Në mërgim botoheshin gazeta, revista dhe libra që trajtonin çështjen shqiptare dhe situatën në Kosovë. Këto materiale shpërndaheshin në mënyrë të fshehtë dhe ndihmonin në rritjen e vetdijes kombëtare dhe politike. Sakrifica dhe roli i herojve dhe dëshmorëve. Gjatë kësaj periudhe, shumë aktivistë dhe patriotë shqiptar u përballën me persekutime të rënda. Disa prej tyre u burgosën për shumë vite, ndërsa të tjerët ranë edhe dëshmorë për shkak të aktivitetit të tyre politik dhe patriotik. Këta liridashës u shndruan në simbole të rezistencës, sakrificës për lirinë e popullit shqiptar. Ata përfaqësojnë idealin e luftës për të drejtat kombëtare për një shoqëri më të drejtë. Herojt dhe dëshmorët e kësaj periudhe kanë një rëndësi të veçantë në historinë kombëtare shqiptare. Sakrifica e tyre nuk ishte vetëm një akt individual guximi, por një kontribut i madh në procesin e ndërgjegjësimit kombëtar dhe në vazhdimin e përpjekjeve për liri. Përjetësimi i kujtimit të herojve dhe dëshmorëve.
Ruajtja e kujtimit të herojve dhe dëshmorëve është një element i rëndësishëm i kulturës dhe i identitetit kombëtar. Përmes përkujtimit të tyre, brezat e rinj mësojnë për herojt dhe për sakrificat që janë bërë për lirinë dhe të drejtat e popullit shqiptar. Përjetësimi i herojve dhe dëshmorëve realizohet përmes formave të ndryshme, si përkujtimet, monumentet, librat historik dhe aktivitetet kulturore. Në Kosovë dhe në Mërgat organizohen shpesh aktivitete përkujtimore për të nderuar ata që sakrifikuan jetën për çështjen kombëtare. Këto aktivitete kanë një rëndësi të veçantë, sepse ndihmojnë në ruajtjen e kujtesës historike dhe në forcimin e ndjenjes së identitetit kombëtar. Kujtimi i herojve dhe dëshmorëve shërben gjithashtu si një burim frymëzimi për brezat e ri që të ruajnë dhe të zhvillojnë vlerat e lirisë, solidaritetit dhe patriotizmit. Përfundim, periudha 81-89 përfaqëson një fazë të rëndësishme të historisë rezistencës shqiptare në Kosovë. Demonstratat e vitit 81 dhe ngjarjet që pasuan treguan vendosmërinë e popullit shqiptar për të kërkuar të drejtat politike dhe kombëtare. Në këtë proces, rol të rëndësishëm luajti Mërgata shqiptare, e cila përmes organizimit politik atë shumë është përpunu imazhi i Ademit, sa që shpesher ka humb imazhi origjinal i fotografive prej nga jashtëmor. Në të majtë është një fotografi që tregon Adem Jashorin si gjimnazist, do të nxënës i shkollës të mesme. Fotoja e Ademit, që është këtu në të djathtë poshtë, është një prej fotografive më të përpunume. Kjo është vetëm një prej pamjeve që ai është bë mandej, edhe ka shku deri so fshihet sfundi, si tu shkrejt fshihen le të themi shokët ose të tjerët që janë në fotografi, edhe shkon duke u bë edhe shumë plastike. Në vitet e fundit ajo nisi të përpunohet edhe me inteligjencë artificiale, edhe shpeshherë është kthyer në televizshme e kështu me radhë. Një prej fotografive më të hershme të qarkulluara të Adem Jasharit është kjo, ku ai është fotografuar në Tiranë me disa prej shokëve të tij, atje është Ilaz Kodra, Sajt Jashari, Jakub Nura, Sami Dushtaku. Të njëjtin imazh nisim edhe gjejmë tashmë edhe të pikturum, sikur ky në të djathtë është imazhi i njëjtë. Për marrë tek viti 2008, kur pas shpalljes së pavarësisë të Kosovës, shfaqet një slogan ku ajo pamja fillestare e Ademit, që e vendosur tek slogani i vendlindja 3, merret, vendoset në një dritë hije dhe poshtë shkruhet slogani Bacukry. Autorët e këtij slogani janë 3 djem, Krenar Gashi, Besnik Nuli dhe Muhamet Jashanica, dhe kjo kthehet mandej edhe në një pin për përdorim e kështu me radhë. Unë nuk po zgjatem më shumë, një kapitull vete pse takon ikonografisë Adem Jasharit janë veprat artistike, shtatorët, bustet, pikturat të ndryshme, edhe ma vonë janë edhe këto të riprodhume prej inteligjencës artificiale, edhe prej sikur kjo video këtu, ku imazhi nis me u prodhu mandej në murale, më u bë me trupa njerëzish e kështu me radhë. Faleminderit shumë.